Frika nga përmbytje dhe dëmtimi i tokave bujqësore ka sjellë në Shkodër ministrin e bujqësisë Edmond Panariti, i cili ka inspektuar punimet për riparimin e argjinaturës në fshatin Daraxhat të Dajçit në Shkodër, pjesë e cila ka rrezikuar të qahet si shkak i rreshjeve dhe shkarkimeve në hidrocentralin e Vaut të Dejës. Në fjalën e tij, ministri Panariti konfirmoi angazhimin e qeverisë duke theksuar se janë 2.5 kilometër argjinaturë dëmtuar nga presioni i ujrave, të cilat kanë nevojë për ndërhyrje. Ai tha se fondi për investim në argjinatura duhet të jetë në shifrën 360 milion lekë të vjetra. Me mobilizim të menjëhershëm, me fonde që kemi gjetur në kushtet e emergjencës, sepse nuk ishin fonde të parashikuar, po mundohemi që të riparojmë argjinaturën aty ku ka ndodhur dhe dëmtimi, në mënyrë që të parandalojmë shëmbjen e argjinaturës dhe përjedhoi dhe katastrofat që shoqërojnë. Gjithsesi unë diskutova me prefektin, me kryetarin e bashkisë për një zgjidhje më integrale. Kjo zgjidhje kërkon që të paktën në 2 kilometra gjysmë ne të ndërtojmë një infrastrukturë e cila të përmbaj presionin jashtëzakonisht të madh të ujrave. Natyrisht dhe thellimi i madh i shtatit Bunës afër argjinaturës krijon presion të papar të ujrave dhe përjedhoi kërkohet një ndërhyrje e madhe në 2.5 kilometra. Është bërë preventivi dhe projekti, kërkohen rreth 360 milion lek. Unë me të kthyer do të kërkoj nga qeveria që ne të gjejmë këto fonde, apo edhe nga donatorë. Kryesori është që ne do të fillojmë pa humbur kohë për një ndërhyrje të tillë tërësore. Këto janë ndërhyrje emergjente, tha Panariti, ndërsa sa i takon dëmshpërblimeve për bujqësinë, nënvizoi se do të rishikohen, por zgjidhja definitive është skema e sigurimeve. Diskutuar këto ditë vazhdimisht edhe me ministrin e energjetikës, zotin Gjiknuri, në mënyrë që të rakordojmë në çështjet e hapjes apo të mbylljes së portave të hidrocentraleve. Kjo duhet bërë natyrisht në sinkron, në mënyrë që ne të na lihet kohë që të ndërhyjmë në argjinatura dhe mos ndodhemi përpara presioneve të papritura të ujit. Por do kalojmë urgjentisht pastaj edhe për të parë të gjitha listat e dëmtimeve të shkaktuar nga përmbytjet e mëparshme, por më lejoni të ndaj me ju që këto nuk janë zgjidhje definitive. Ne duhet të shikojmë patjetër çështjet e sigurimeve të biznesit bujqësor, të tokave nëpërmjet skemave sigurimit. Këtë vit do fillojmë me një skemë sigurimi nëpërmjet një mbështetje që vjen nga një projekt i qeverisë italiane që merr përsipër mbulimin e premiumeve të asiguracionit për një vit. Çdo gjë fillon nga kanalet kulluese, të cilat kanë nevojë për ndërhyrje. Të ndërtojmë sisteme të qëndrueshme, tha Panariti. Skema e sigurimeve janë e ardhmja e mbrojtjes së bizneseve bujqësore dhe tokave, ndaj puna do të fillojë si vjet me një firmë italiane. Ministri i bujqësisë tha se mjaft banesa janë të ndërtuara në toka të përmbytura, ndaj bashkia dhe pushteti vendor duhet të rishikojë me kalimin e kohës spostimin e tyre në zona më të sigurta.